qeveria jon I ka gjetur vetëm një terminal doganor të shtetit në aeroportin ndërkombëtar të Mjashojit, ndërkohë që 10 tjerë kishin pas privatizuar. Ka pak kohë që nga dita kur kryeministri I vendit Albin Kurti uronte qytetarët duke thënë se s'ka më terminale doganore private dhe se terminalet po I kthehen shtetit. Madje ai mburrej me këtë arritje derisa paralajmëronte se në 2026 të gjitha do të bëhen shtetërore. E në fushat zgjedhore Kurti shpesh herë përmendte terminale doganore e duke pyetur se çka po I vjen komandantit terminalit doganor. Po një ish komandant I cili ka kontribuar në luftë, ka rrezikuar në luftë. Po mas lufte e privatizoi një terminal doganor. Qa pe I vyn ish komandantit terminalit doganor? Qa I vyn? Qa ka puni ish komandanti me terminalin doganor? E pikërisht në mbledhjen e qeverisë së Kosovës më 19 mars të këtij viti në kuadër të 15 vendimeve të marra, ishte edhe ajo përdhënie në shfrytëzim të disa ngastrave kadastrale për doganën. Pas miratimit të këtij vendimi Kurti deklaroi urimet të gjithë terminalet doganore I kemi publike, duke theksuar se të gjitha hapësirat që ishin në shfrytëzim nga një numër kompanish nuk kanë më vazhdim kontrate dhe ky I fundit është një sosh që ka kaluar në menaxhim publik si vjet. Por e vërteta nuk qëndron kështu. Pasi nëse do të ishin krejtësisht të shtetit, qeveria e Kosovës s'do të duaj që ende t'i paguante qiran këtyre lokacioneve pikërisht nga buxheti I shtetit. Sa I paguan qirat e pranoi edhe vet ministri I financave Hekuran Murati. Murati bëri të ditur se shifra që u kursehet bizneseve dhe qytetarëve brenda një viti shkon në 20 milion euro për shkak se terminalet janë kthyer shtetit. Por ai po ashtu njoftoi se terminalet tani ose janë të shtetit ose paguhen nga shteti, që nënkupton se prona e paluajtshme I takon dikujt tjetër e licenca dhe terminali I takon shtetit. Por 3 terminalet që s'janë të shtetit e që paguhen nga buxheti I shtetit I kushtojnë vendit 21.500 euro në muaj për secilën, duke mos përmendur edhe 8 të tjera që bëhen gjithsej 11 nga dhjetori I vitit të kaluar. Kësaj qeveria paguan shpenzime operacionale, qirat, 22 punëtor, parkingun, rrymen, ngrohjen dhe çdo mirëmbajtje tjetër dhe infrastrukturën që vihet në shërbim. E se paguhen nga shteti e kishte pranuar edhe njëri nga pronarët e kompanisë Fitoria e që hyn në mesin e 3 terminaleve që shtetit ua paguan qiran. E nga vetvendosje vazhdojnë të arsyetohen se paguhet qiraja vetëm për hapësirën, por se këto janë shtetërore. Sipas tyre, operimi në 3 terminale me qira po bëhet përkohësisht derisa të bëhet tranzicioni tek terminalet shtetërore.